se jam antari 10 martirëve të familjes Zimberi. Një farë rilindje është për popullin shqiptar. Është shumë ditë me rëndësi. I ndërruan prej cilit vend puna vjen? Unë vjen nga prej fshatit Slupshan, komuna e Likovës, do të afër Kumanovës. Vi çdo vit, do thotë kur mbahet 15 janari, është një ditë që me të vërtetë përkujton shumë sene, përkujton dhimbjen, por njëkohësisht edhe krenarin, për shkak se rasti i Reçakut mobilizoi gjithë faktorin ndërkombëtar për të ndërmarrë masa kundër serbisë, përndryshe vetë kam përjetu edhe një ngjarje të tillë në Slupshan atje, për shkak se jam antari 10 martirëve të familjes Zimberi. Edhe kështu që ndjeh dhimbjen time dhe mundohem të respektoj çdo viktim, çdo dëshmor, çdo martir që ka ra për lirinë e vendit. Dhe gjithherë shpeshherë organizohen edhe me familje vim për t'ia dhënë fëmijëve me lënë trashëgimi, kujtimin për gjithë këto që kanë ra për liri. Po ashtu edhe me shokë, gjithherë, çdo vizitë, çdo herë që vim këtu, vizitojmë se kemi pas shok atje të ne të Reçakut që kanë luftu. Se herë që vim me shok këtu me vizitu, kalojmë këtu, do thotë i përkujtojmë këto dashmorët, sepse është pjesë e shpirtit tonë dhe është themeli i ndërtimit të shtetit të Kosovës. Keni histori gati ngjashme me familjen? Po, jo ngjashme se të ne pak më pak ndoshta, po megjithatë 10 anëtar të familjes ka pas mbi 30 të kushtuar të plagosur, kështu që e ndjejmë dhimbjen pak më përsa afërmi se po bashkë me Reçakun, po për ngjarje. Çu ndjeve kur i ka lajmet e para? Shiko, unë shumë keq kam ndjer për shkak se bashkë atëherë në atë kohë kishim refugjat nga Kosova në shtëpitë tona. Edhe bashkarisht ishim duke i përcjell lajmet dhe kur e treguan këtë lajm tronditi edhe ata njerëz që cilët ishin aty, edhe neve si familje, edhe në përgjithësi ishte rast që jashtëzakonisht i prekshëm, por nga ana tjetër unë isha pak i vetëdijshëm se ndoshta kanë erë edhe dhimbja e tepërt kur ndodh ndonjë rast tragjik, dyfishohet me të mira për atë vend që ndodh. Edhe vërtet ndodhi ashtu që Reçaku ndoshta kishte vrasje edhe më të mëdha në Kosovë, ngjarje të tjera, por Reçaku ishte një rast i veçantë i cili më shumë se çdo rast tjetër e mobilizoi faktorin ndërkombëtar për ndërmarrë masa për ta mbrojtur Kosovën. I ndërruan prej nga puna vjen? Unë vjen nga Kumanova. Sot ka ardhur për vizitë varrezat e Reçakut. Sa në vit vini këtu? Zakonisht kur kalojm rrugën të thotë për shtime, rrugës Ferizajt, një farë obligimi kemi të thotë t'i vizitojmë dhe t'i kujtojmë. Do të thonë çdo 15 janar? Po, zakonisht 15 janari e planifikojmë përpara të thotë që të vim. Prej Kumanovës? Po, prej Kumanovës. Ja vlen për shkak se është do thotë një farë rilindje është për popullin shqiptar. Është shumë ditë me rëndësi për ne si popull. Po, çka ju kujton ky 15 janari i Reçakut? 15 janari i Reçakut është të thotë një grumbull ngjarjes dhe një pikë ndezje e lirisë. Do të shumë me fol për 15 janarin, për atë vetë prezenca e arsjeton ardhjen. Ja, a e merrni ndaj familjar ndoshta më ja u tregu edhe historinë materiale? Zakonisht për fëmijët është prioritet, do thotë, që ta dinë të kalumën e popullit shqiptar, përvojtjet dhe ardhja e lirisë, rruga e cila ka shpi deri te liria. Do thotë është një prej datave më të rëndësishme të popullit shqiptar, 15 janari, do thotë Reçaku. A të kujtojnë lajmet e para kur i ke pa për masakrën, ç'është ndjeve kur Unë lajmet e para kur i kam ndëgju për Reçakun, kam qenë student në Universitetin e Tetovës, kam qenë student i rregullt, dhe do thotë ka qenë një lajm trishtues, një dhimbje e madhe dhe mendoj se një piknisje e vetdijes dhe riorganizimit më të fortë të shqiptarëve që përveç se të organizuar për ta çliruar vendin, nuk ka formë tjetër nga sllafët. Çu ndive kur i ka lajmet për masakrën, a të preku si Shumë ka qenë rast i rënd edhe nuk harrohet.